Hoxh thot, selam aleikum, burë e grua kur kanë probleme me fjalë, burri i tregon gjithë familjes vet. Ky është burri i lig, mashkull i lig, ma mirë me thonë, nga se problemet mes burrit dhe gruas duhet me mbet mes burrit dhe gruas. Është normale me pas ndonjë zënk, ndonjë kacafytje, por i mençmi problemet e mëdha i bën të vogla, e të voglat i zhduk fare. Andaj nuk është e udhës, na themi një fjalë popullore, kërkoj falje, mos prekën gratë me këtë që po them. Mirë, por nuk bën më bon se ato gratë e këqija leng poshtë e nalt. Pas kujdes, ka ndodhur një keq kuptim, një fjalë, 2-3 ditë zbutet zemra, qetësohen gjanat, kalon. Nuk bën kështu, sepse njerëzit i ruajnë këto sene dhe pastaj i keq përdorin.